Kurani e ka mas preventive, në vija të trashe, generalisht thonë, që se cilin që e hapë Koranin e paralajmëron. Thot kujdes, së është një kategori më e rrezikshme se sa ata që nuk kanë besu dhe shfaqin mos besimin e tyre. Është një kategori që Allah të thot Kurani wa minan nasi me yekula amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dhe ka një kategori të njerëzve, disa njerëz Allah si quan me emra kështu, të cilët thonë që kanë besuar në Allahun Azza wa Jall, wa ma hum bimu'minin. Realisht ata nuk janë besimtar, ata nuk kanë besu realisht. Deklarativisht deklarohen se kanë besu. Dhe Allahu ta bën me dje që nga fillimi kujdes është një kategori e njerëzve që janë tillë. Ruju, mbrohu, edhe ti mos e bën kështu, se kjo kategori është shumë e keqe dhe shumë e neverishme, madje edhe kategoria më e sëmur, me një smundje jashtëzakonisht të rëndë, kronike, që është do të thotë munafikloku apo hipokrizia që e godet një njeri